Vëllezër e motra, lutja, duaja është lidhja më e madhe, është lidhja më e fuqishme që nuk ka tele në botë. Ajo nuk është sikur ajo rrota rezervë që e kemi në makinë, që e nxjerrim vetëm kur kemi nevojë ose kur na duhet. Por është si timoni që na e drejton rrugën. Pra lutja aktive dhe jo ajo pasive. Lutja mund të ndryshojë gjithçka, sepse ajo lejon që ndihma e Zotit të hyjë në jetën tonë. Dora e Tij t'i rregullojë çështjet tona. Zoti i ka 3 përgjigje për lutjet tona. Po, jo, ose kam diçka më të mirë për ty, kam diçka që të bën hajër ty. Librat e shenjtë thonë, përfshirë edhe Kur'anin Adhimushan, Zoti është pranë të gjithë atyre që e therasin, të gjithë atyre që e therasin me sinqeritet, pra me besim. Prandaj, lutuni çdo ditë me zemër të pastër, me besim të plot në Zotin Krijuesin absolut. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thot: "Nëse robrit e mi pyesin për mua, le ta dinë se un jam afër tyre. Kur ata më luten, un u përgjigjem." Në surën Al-Bekare, ajeti 186. Gjithashtu në surën Ghafir, ajeti 60, Zoti thot: "Më lutoni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. Ud'uni astajib lakum." Zoti pra na tregon se për njeriu që lutet me sinqeritet dhe është insistues në lutjet e tij, ai është më afër se sa damari i qafës së njeriut. Dhe i përgjigjet më shumë se sa vetë robi mund ta mendoj ose ta pres atë që është lutur. Allahu Gjeleshanuhu në hadithin Kutsi thot: "Unë jam sipas mendimit që robi ka për mua. Nëse ai më lutet mua, unë jam me të, unë e kujtoj atë, e dëgjoj lutjen." Prandaj, vëllezër e motra, le ta lutim Allahun Gjeleshanuhu dhe le të mos ndalojmë së kërkuari prej tij, sepse Zoti kënaqet kur ne e lutim atë. Zoti jep më shumë se sa që ne mund ta mendojmë, ose jep në momentin e duhur edhe në kohën e duhur. Ti lutesh, ai të dëgjon. Andaj prit, beso dhe shpreso.